Në pritje të seancës për dhënien e masës së sigurisë personale, nëna e një prej 15 vjeçarëve, pjesë e grupit të vajzave që dhunuan shoqen e tyre 17 vjeçare, pohon se shqetësimi i tyre ka qenë i hershëm, që kur vajza ishte nxënëse në shkollën 9 vjeçare publike disa muaj më parë. Ajo pohon se kishin nevojë të ndihmoheshin nga shkolla dhe psikologja, por janë përzënë dhe prindrit ju drejtuan zyrës arsimore fier, edhe e pandë arsyeshme ta dërgonin në një shkollë private ku vajza nuk shkoi asnjë ditë pasi ndihej e bullizuar. Nëna e saj pohon gjithashtu se ndihet e shqetësuar pasi nuk është në dieni as të diagnozës dhe as të trajtimit. S'di gjë, si gjë, për këtë jam shqetësuar shumë. Se nuk kam asnjë për analiza, për gjëra, për asnjë gjë. Gjatë gjithë kësaj kohe keni takuar vajzën tuaj në spital? E kam takuar 2 herë. Si duket? Çka? Jo aq mirë. Në momentet që vajza juaj vinte në shtëpi, kishte rroba të reja, telefon të ri? Jo, telefon që kemi bler ne. Edhe rrobat çka ka pas vetë, asnjë rroba s'ka pas. Kur kthej në orët e para të mëngjesit, të tregonte se ku ishte? Jo, isha me shoqe, nuk më tregonte. I njihni shoqet e tyre? Jo, nuk i njeh fare. As prindrit e tyre? Kur i pat për të parë shoqet e vajzës tuaj dhe prindrit e tyre? Vetëm polici, kurse atë si kanë rradhë të gocën, prindin asaj fare, nuk e njeh fare. Gjatë gjithë kësaj kohe nuk keni marrë një kontakt si prindër, pasi ju bashkoni shqetësime përbashkët? Me vajzat e tjera? Jo, fare. Ne kemi një vit se po ashtu, kemi hopë në polici, kemi vajt polici disa herë. Më falë, në shkollën Liri Garo, kur vajza filloi të kishte këto shqetësime, çfarë ndodhi me ju dhe me drejtorinë e shkollës? Drejtoria na nxorri për jashtë. Bashkë me vajzën? Bashkë me bashortin. Zhdukej për jashtë. Nxorri vajzën, nxorri dhe ne. Me cilin koment apo motivacion? Kështu ishte fjalia zhdukur? Zhdukej jashtë. Pra nuk e ndau shqetësimin me ju. Pati psikologin në shkollë? Pati psikologa, aja qeshte me ne. Është një psikologe. Është ke... Po? Nuk ja di edhe emrin, po është një psikologe. E çun gocën në shkollë tjetër, goca nuk pranoi. Edhe pritën në kamp, po dukurin plot për gocën.